Përshëndetje, mirë se erdhni në videon e radhës nga unë, Edona dhe brojës I vogël. Do të nisja këtë video vetëm në fakt edhe brojësin të krevati, por nuk ndenjë. Mami më thoshte e kam mësuar vetë kështu në dorë, që mbaje. Po, jemi të tre në Belgjikë dhe këtë video duhet të kisha hapur që dje, por kur shoh te kamera nuk kisha kartë memorie sepse kisha lënë tek laptopi në shtëpi që kam edituar një video. Dhe I thash Geri që nesër do ikim patjetër të blejmë një, sa bukur. Edhe sot pasi hëngrëm një mëngjes shumë të shijshëm, këtu në Belgjikë jemi në Ostende, më duket ka emrin, nuk e di nëse shqiptoj siç duhet. Ostende. Te ky vend kemi ardhur komplet pa pritur në fakt. Geri ka një muaj leje lindje tani dhe një muaj tjetër e ka në qershor, mos gaboj. Edhe kishim lënë që kur të marrë Geri këtë leje ne do lëvizim diku në një vend. Në fakt e kishim lënë për Paris, por brojësit akoma nuk I ka dalë pasaporta, kështu që tham të bëjmë një xhiro më mirë këtu afër, mos të rrezikojmë aq larg, edhe pse ky vend është një 4 orë pak kemi bërë. Nuk ka shkojë shumë mirë, sepse ne para një jave bëm një udhëtim në Berlin për pasaportën e brojësit. Mësuam shumë gjëra se si duhet ta kishim organizuar më mirë. Lodhi pak rruga edhe këtë herë jemi shumë më të organizuar. Muski. Edhe ky udhëtim shkoi shumë herë mirë. Unë kam një pompë që pompoj rrugës, për që mos bëj gjithmonë pauza kur jam brojës. Sa nisëm makinë, ecim gjysore dhe filloj dhe vendos pompat. Kam pompat e Momkozit që nuk ka nevojë as ti mbash me dorë dhe nuk ka as nevojë për kapuj. Thjesht I vendosë, pompoj, e hedh biberon, ja jap brojësit, pastaj pompoj gjirin tjetër, ja jap prap brojësit edhe kështu ai flen gjumë. Pasi flet gjumë, hutohet pak me lodra bla bla bla, pastaj hutohet pak me çurç. Ndoshta po flas edhe pak shpejt më duket, po do mundohem të flas më avash. I kam mësuar një mënyrë, ky ka shumë qef kontaktin me lëkurën, ndoshta nga që në fillim e kam mbajtur shumë fare kontakt me lëkurë, kemi fjetur me njëri tjetrin, ka fjetur brojësi kështu më thënë gjithmonë sipër me, kështu siç jemi tani, por shtrirë. Edhe kur I vendos dorën kështu te faqja, edhe ka çuçi në gojë, edhe ja mbaj edhe çuçin me dorë, edhe e zë gjumi. Por nuk duhet ja heqësh dorën se zgjohet. Pasur dhe ndonjë 5 deri 10 minuta që ka qarë. Por atë me lodra duke bërë si palaçi, duke I folur, duke I bërë muzikë, kështu sepse brojës është në një fazë që do shumë vëmendje, do ta shohësh në dritë të syrit, ndryshe mërzitet. Sërish shkoi shumë mirë, mendoj se mund të ishim nis pak më herët, ne u nisëm nga orar dreke dhe na zuri pak trafiku në fakt, por prap jo keq. Kështu që udhëtim që bëjmë, mësojmë gjëra të reja se çfarë mund të kishim bërë më mirë edhe kemi mend për herë tjetër. Tani Geri ka një muaj leje, edhe unë kam marrë 2 vite, pra unë deri në vitin 2027 nuk do punoj sepse do merrem me brojësin e vogël. Në Gjermani mund të marrësh 2 vite leje lindje dhe paguash 35% për vit, për çdo vit. Do të thënë vitin e parë 35, vitin e dytë 35, mund të marrësh edhe një vit të tretë, por nuk paguash asgjë, thjesht e ke vendin e punës garant kurdo që ti të kthehesh në punë, ke gjithmonë vendin e punës aty. Edhe mund të marrësh edhe një vit që merr 65% rrogë. Kjo do ishte më mirë sepse merr më shumë lek, por më duket shumë pak një vit sepse dua që të rri në shtëpi edhe të arris pak të në brojësin. Derisa të bëj 2 vjeç, pastaj të shkoj në Kopër, sepse 2 vjeç ndoshta, po me siguri do thot ndonjë fjalë, të flasi pak, të paktën çdo gjë që I ndodh në Kopër, ose si kalon në Kopër, të mund të ma tregoj mua, kurse kur është më I vogël kam frikë se nuk do t'rregoj dot, edhe pse këtu në Gjermani ka më pak merak se sa të isha në një vend tjetër. Geri ka marrë 1 muaj tani. I mbaron me datë 18, sepse me datë 18 ka lindur brojësi. Tash tani kemi ardhur në Belgjikë në një vend që ka plazh. Edhe do ja tregoj edhe pak. Sot frym pak herë në fakt, nesër është një kohë shumë herë më e mirë, por shumë bukur, ka shumë njerëz këtu te plazhi që kanë dalë, janë ulur aty, kishte edhe fëmijë të vegjël, fëmijë kopshti, që kishin ardhur po luanin me top. Edhe kemi marrë një dhomë që do I bëj një room tour, po do e rregullojmë pak sepse kemi ardhur dje dhe dini vetë se si është dhoma jonë, një katastrofë vërtet. Do e rregulloj pak dhe sot kemi ngrënë vetëm mëngjesin, shkuam në supermarket te Lidl, shkuam blejmë kartën e memorias që u thash dhe erdhëm në shtëpi me Blojsin. Edhe Blojsi më ka ngrënë komplet xhaketën, ndërkohë e rregulloj pak dhomën shpejt dhe do bëj një room tour. Këtë dhomën e kam rezervuar në Airbnb, është shumë e bukur, e sugjeroj shumë. Edhe nuk është se ka kushtuar shumë sepse nuk është sezoni, besoj se në sezon, për shembull kur vi vera, që të jetë plazhi full, do kustojë shumë shtrenjtë. Por tani nuk është sezoni, ne kemi ardhur thjesht për qef për të ndruar vend, edhe për pak pamje të bukur, për pak qetësi, si në postpartum ta kalojmë sa më mirë të tre, sepse do shijojmë pak, apo jo Blojs? Njerëz. Shumë djali mirë.
Okej, tani këtu është hyrja dhe është një korridor shumë i vogël. Këtu kemi varë grupa gjëra, kam varë dhe kangurin, njerëz kanguri është, nuk e di shpëtim, nuk e di çfarë të kisha bërë pa kangur. Pa kangur sepse ndihem shumë e sigurt kur kam mbrojtësin tek vetja dhe ndryshe karroca. Edhe ndryshe se karroca do shumë vende, gjithmonë futa aty, nxirre aty, hype, zbrite në shkallë, bla bla bla. Kanguri është perfect. Tani ja vendos dhe Geri se është rëndu pak brojës. Tek shtëpia kam edhe një kangur që është i Bibi Bjornit, që do përdor një që brojës është rritur edhe të peshon pak si shumë. Kjo është banja, sorry, është shumë rëmuj se jemi lavë mbrëmët. Edhe erdhëm shumë vonë, ishim të lodhur, tham një dush është perfekt edhe pjetëm gjumra të rahat. Këtu jam bërë gati sot, make-up, gjëra i kam lënë gjitha këtu. Kjo jam unë, shpresoj të filmoj mirë kjo kamera se i kam ndryshuar ca gjëra këtu s'di fare çfarë kam bërë. Po, shpresoj të ketë filmuar mirë të paktën aty ku kam folur pak me ju. Antar super është nga ato që kemi marrë produkte për brojësin tek Rossmann Falas kur kam qenë Tazan. Po më sa jemi futur dje dhe kjo ka qenë pamja. Është një kravat këtu që ishim shtrirë tani, kemi vendosur Sojolinën këtu. Ishte Geri poshtë dhe bleu një termometër se kemi harru ta marrim me vete dhe them të blejmë dhe një tjetër si ky se nuk e di pse po më jep përshtypjen se termometri i mirë. Ju që jetoni në Belgjik na konfirmoni. Edhe, po, si që thash kjo është kravati, kemi marrë një koli me ujë, ka raste që pidhem mbi 3 litra ujë në ditë, po 2 litra e kam patjetër të mbaruara. Kjo është kuzhina që ne në fakt se përdorin fare, unë e kam pak si me merak me thënë drejtën, edhe më mirë do dalin të ham jashtë, por nëse jeni për shumë ditë, po, ja vlen, futeni një pastrim të zhidëllapit, një desinfektim edhe mund t'i përdorni. Këtu ka dhe një frigorifer që kam futur një Vitamalz. Kjo kam lexuar e thonë që shton quftin e gjirit, në shtëpi nuk e blej më nga që ka pa gaz edhe më frym barku dhe s'po mbie barku. Por tani që kam dalë thash ta blej sepse nuk pi më kola dhe thash kjo është një zëvendësim perfekt. Kemi futur edhe 2 shisha ujë këtu. Wow, njerëz kudo që jam unë vin, kudo që jam, sepse bluza lexon Mami and me, jo babi. Ka edhe kështu makinë kafesh, ka edhe këtë që grofuin, por mos e përdorni njerëz, sepse nuk duhet. Edhe këto si kam hapur, po, paska super, paska ato do e përdorin patjetër, se kemi blerë celule shtrydha. Kemi edhe furrën që s'na duhet, kemi shumë gjëra me thënë drejtën super, thijata, gota, sa bukur të pim ndonjë gjë të ajo sot me shurin. Këtu ka, po pas ka dhe erza, gjëra, makarona, kafe. Ku janë? Oh, makarona. Po sa mirë i ka blerë ti kush dhe i ka lënë. Tasa për kafe, një mikroval që se përdorim. Mikrovalat janë kanceroze. Si kemi as në shtëpi. Po, këto janë gjërat tona. Aty kishte një tavolinë për ekurosje dhe një hekur poshtë. Pas atë se përdorim. Ka këtu 2 koltuke super. Wow, njerëz më vinë kudo që jam unë. Ka edhe këtu 2 koltuqe që janë super. Dhe jemi ullur këtu, kemi qëndruar, ka televizor, ka libra, ka aty domino, disa lojra. Këtu është një divan dhe këtë kam vendosur këtu për të ndruar brojësin. Me që na mungon në vendin ndërrimi që kemi në shtëpi, që atë do t'ju tregoj kur t'i atje. Kemi marrë një paku pampersa, kemi bler rrugës, kemi marrë leshin e Deles që është super, por do bëj një video ekstra që do ju tregoj çdo produkt që përdor unë. Kemi edhe një krem të vogël provës që e marr gjithmonë të çanta, letra të lagura që përdorim kur jemi jashtë, se në shtëpi kemi gjëra tjera. Kjo është valigja e brojësit, ajo është valigja e mamit dhe babit, 2 çantat e shpinës. Atletet ajo është pompa e momkozit që ju tregova. Brojësi. Që ju tregova që është duhet patjetër. Dhe më në fund, dhe mësia për në fund, kjo është pamja e dhomës, është shumë qetësuese dhe është super dhe nuk e keni idenë se çfarë perëndimi ka qenë dje kur erdhën. Ja babi me çunin, bën rëmuj. Në mëngjes kishte fëmijë që po luanin. Edhe shikon vetëm njerëz, çifte. Ishim tek Lidl, si që thash shpar dhe blem këto lule shtrydhe, duken shumë të mira. Blem këtë rrushin. Nuk është bërë për të ndruar më shor. S'unë ndrova shpar, po hajde ndroje me që po dalim.
Dhe blem edhe këto molto që të kemi tek apartamenti për shpejt e shpejt. Edhe nuk e di, po tek Lidl në Gjermani nuk është se kam parë Cheetos si në Shqipëri dhe kur i pash to thash gjerë duhet i marrë patjetër sepse hera fundi që kam ngrënë Cheetos ka qenë në Shqipëri, kështu që po i morëm. Edhe njerëz pamja është shumë e bukur edhe ka njerëz që kënaqen. Besoj se ai që jeton këtu afër është shumë e fat. Do dalim pak të ecim edhe të qetësohemi pak, të ndjejmë dhe rërën dhe tokën dhe detin, kështu që po dalim tani për pak. Edhe do ikim ta me diçka për drek. Po bleu Giri dhe këtë çajin, po çajin me pjeshk. Të kemi marrë dje nga shtëpia, këto janë karrota që kisha marrë me vete, kisha marrë shumë fruta dhe gjëra me vete dje. Po që vetëm këto kanë ngelur se gjërat e tjera i kam ngrënë, kisha marrë edhe pomodorini, disa kiwi moll. Kemi marrë të frutat e flata se mua më duhet të ha shumë. Paroj 2 pjata dhe ha më shumë se Geri. Okej, tani do ndrojmë plosin edhe të dalim poshtë. Nuk e di akoma që ose mu ta lë me link të adresën e Airbnb-s që ta lë në caption, ose mu të shkruaj në Instagram dhe t'ja postoj se si e ka emrin, por për mendimin tim ja vlen super dhe ju thash çfarë më duket që nuk kemi paguar shumë, por më duket se nuk ja thash çmimin, kemi paguar diku te 440-450 euro për 4 ditë, okay? Ne jemi nga data 1 deri me 4, duket super për pamjen që është, por besoj se në verë normalisht do jetë shumë herë më shtrenjtë se kaq. Po, kaq, besoj se do rikthehesh në ky vendi për ndonjë fundjavë tjetër kur të jetë moti më mirë, po besoj se do jetë më shumë promo. Tani është super qetësi. Edhe mezi po pres të ikim poshtë, por doja të kishim marrë me vete ndonjë bateni ose çarçaf, po e kam pas në mendje, po kur qenë me fëmijë, nuk e di çfarë të marrësh me vete më parë dhe kam fut çfarë s'kam marrë. Po për vete nuk është si kam zgjedhë tamam siç bëj gjithmonë. Tani, do bëjmë gati dhe do dalim poshtë. Edhe nxorra këto dyja që të kanë frutat, shikoni pak, edhe duket astra. Po si me rep që kam duhet t'i lajm prapë, edhe pas ka shumë tenxhere të ndryshme të vogla, të mëdha, thekse buke, këto për tava. Për shembull, nëse je grup këtu o Geri, te kjo dhoma apo te kjo ndërtesa, më gatur super. Bën një pastiçe edhe nuk e di super, se unë po kërkoj diçka tjetër në fakt edhe thash t'i hap edhe këto. Mos po gjej ato që po kërkoj unë. Por ja. Po kërkoj një fish, nejsa. Okej. Ne po ikim për të ngrënë diçka në fakt, po pam hëmën rrugës edhe ndalova këtu. I kam fiksi këto, po të zeza, më pëlqejnë shumë fare, thash të marrë dhe këto tani. E skutuar pak, po prapë më pëlqejnë shumë fare. Si thoni juve? Them se do i marr. Me bebin e me Gerin, edhe Geri shkoj të emrin tim aty e doni janë ul njerëz, nuk duket në kamer. Po shikon, duket. Dona me sy të lirë domethënë. Po s'kishin mend tjetër ato? Ua, sa miza! Shumë miza. Me hapa të këtë me ne. O, njerëz. Të kemë shpjetime. Aj, Okej, opa. Se di që dala që afër, se di se çfarë kam bërë kamerës o njerëz, dalë shumë afër. Gjim poshtë me Gerin edhe ushtrimat. Nuk është se kishim marrë ndonjë çarçaf ose batenije me vete. Se për këto pikat e kuqe këtu mama. Nuk është se kishim marrë as çarçaf as batenije me vete, edhe pse kam pas në mendje, po kam harruar. Edhe morëm një batenije të brovisit. Ushtrima aty, brojsi fjeti gjumë. Por u kënaqen shumë njerëz, është seriozisht terapi. Ju që jetoni afër detit, jeni shumë e fatë dhe duhet ta vizitoni në çdo stin të vitit. Të pëlqen? Po vjen djali më duket. Çfarë aromë më mama ke ti? Shtum, si e ke aromë kaq të mirë më bojsh? Ne tani jemi bërë gati, po dalim edhe sot e kam lënë Gerin kangur. Ka shtu kile blojsi. Këto janë bitë që bleva ti tek këmëja, e tregova besoj. Edhe janë pak gjëra në fakt të fund, edhe të gjata, kështu që i kam kthyer nga poshtë, inshallah nuk hapen rrugës se duhet t'i shkurtoj. Atletë, kam veshur të atletët, një bluzë të bardhë edhe këtë blazën. Shkele. shumë shpejt. Thank you. Ja, se për shaka se.
Po njerëz, ne kemi gati 3 ditë këtu, por si sot s'kam ngrënë as një ditë. O zot, s'm ka shiju se keni idenë. Nuk, se di, ishte super e mirë. Ka shku në barë. Mëngjesi njerëz, ne jemi zgjuar e po mundohemi të rrotullojmë gjithë të rrëmujë. Këtu kemi mbledh gjithë plerat, sepse këtë e bëjmë gjithmonë unë dhe Geri kur lëm një shtëpi. Do heqim dhe ato atje, do heqim edhe ato të banjos. Edhe nga kuzhina sërse kemi përdorur diçka në fakt, kemi përdorur vetëm këto të dyja që kemi larë rrushin edhe luleshtrydhet që blejmë tek Lidl. Edhe kështu në Gjivani kthehen shishet, po këto nuk ktheheshin, kështu që i hodhëm plerat. Ikim, sa keq. Shumë bukur. Çfarë më kemi bërë? Se Brojs po bën gjumin e mëngjesit ndërkohë e furi Geri në gjumë sepse është shumë krenar, Ger? Bravo. Natyrisht. Tani do dalim të ham diçka, të ham gjë se vdiqim dhe është ora 9. Ikim te goca hallës sot e do flejmë atje një natë dhe nesër do ikim për në shtëpi. Apo jo? Takoj Brojsi kushurinjtë. E Brojsi vogël? E Brojsi ime? Një shikoni pak të tregoj diçka. Sa super, se s'po shoh gjë. Sa super këtu, edhe gjithë ditët që kemi qëndruar këtu kemi parë që i sjellin grupe fëmijësh, ose nga kopshti ose nga shkolla, po klasa të vogla, dhe i lënë të luajnë këtu te Kërara, gjë shumë e bukur kjo. Mama, do ikim tani neve. Një është si Geri, pa filmu nuk prek asnjë gjë. Spreket asnjë gjë, është rrezikshme. Bëjmë gjitha gjërat gati, valizhet tuar Geri pot, ka ngelur vetëm këto. Edhe në moment të fundit, Brojs ja lëshoi raketën e vet. Duhet ta ndrojem. Edhe po, tani po ikim njerëz. Mama sjellë senë ta ndrojmë djalin. Po, do e ndroj babi. E ndroj babi po. Vetëm sill. Ka filluar duke qesh me zë Brojs. Brojs, qesh një herë me zë? O Brojs. Tani arrim të pak të kushurira, ajo ka 2 çuna, kështu që kemi marrë disa gjëra kështu të bukura, domethënë jo kështu me bateri, po që të kreative. Këtë që është një puzzle edhe duhet ta ngjyrosësh me këtë bojtushat, me këtë bojrat e ujit. Pastaj kemi marrë këtë që ka një kështu unicorn edhe do ngjyrose, do i vendosësh stikera, gjëra dhe do e bësh kështu në fund, domethënë. O Blojs, mama, më jep unë një lodër. Ikëm, tushi. Kemi marrë dhe këtë që është shumë e bukur, më duket se ka... Qa kemi mama? Ja lodra. Ka 2 tasa brenda, edhe do ngjyrosësh me ngjyra me gjëra. Besoj kjo është më e mira. Dhe kaq që më duket, po. Edhe një tjetër me bojra uji. Oh, Brojs. Kemi marrë dhe këtë që është me bojra uje dhe ngjyroset, po. Edhe tani për 2 minuta arrim. Me kaq po e mbyll të video, ne fjetëm një natë kushurira dhe u kënaqem shumë, por do ikim prapë një herë tjetër që të rrim pak më shumë se po mbyll video, dua të editoj edhe vlogun ku kam treguar eksperiencën time të lindjes, por besoj se ky do dali pak më parë. Po iki edhe shihemi në videon e radhës.